Zoti Indrituka, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë që ju gjetëm këtu në ambientet e sipërmarrjes tuaj. Faleminderit ju dhe mirë se erdhët. Faleminderit ju për mikpritjen, zoti Indrit. Në pyetjen e parë, ne një bisedë paraprake së bashku folëm për sipërmarrjen tuaj, për prodhimin e çantave artizanale me lëkurë origjinal, dhe kjo pak a shumë për mua është një art më vete. Por ju, këtë art nuk e keni rastësor në jetën tuaj profesionale, sepse më thatë që ju keni mbaruar edhe liceun artistik për muzikë. Na flisni pak për ato vite. Në fakt që në moshë të vogël, një nga talentet e mia ishte arti. Pra vizatoja shumë bukur, me skica, me gjëra dhe në klasë të 5 vazhdoj në qendrën kulturore. Më pas konkurroj në liceun artistik dhe mbaroj studimet me notat maksimale në instrumentin e klarinet. Por më pas, ai vazhduat ta ushtronit veglën e klarinetës? Më pas erdhi pjesa e artit ndryshe që më në fund gjeta edhe veten dhe isha, domethënë, jashtëzakonisht i plotësuar në atë që unë kam arritur të bëj sot. Dhe pikërisht ti na solle në pyetjen e radhës, si u lindi ideja që ju të çeni këtë sipërmarrje për prodhimin e çantave të tilla me lëkurë origjinale? Vërtet. Në vitin 2013, kur unë mbaroi liceun artistik, babi në atë kohë ishte në marrëdhënie pune me Turqinë. Dhe si çdo shqiptar emigruam në Turqi për një jetë më të mirë, patjetër. Dhe një nga sukseset e mia më të mëdha ishte që më futi në fabrikën më të madhe të prodhimit të çantave të lëkurës. Në Stamboll. Në Stamboll. Aty filloi, domethënë, them drejtën, Turqia ishte një ndër eksperiencat e mia që unë kam marrë dhe jam krenar për atë që unë kam mësuar atje. Dhe ju doni të thoni që kjo ishte puna juaj e parë si i ri jashtë Shqipërisë, si emigrant. Po, si emigrant. Aty nisi që nga skicat, që nga gjërat më të vogla deri në paketim. Pra u bëra jashtëzakonisht shumë i aftë dhe shumë i prirur dhe mësova që ta bëja atë punë me dashuri dhe të kërkoja maksimumin tim për të arritur atë dëshirë që mua më lindi në Turqi. Dhe patjetër që suksesi sot, siç shikohet. Dhe kur vendosët ju që u kthyet nga Stambolli për ta çelur sipërmarrjen në Shqipëri? Në vitin 2017, më pas, filluan hapat e parë në Shqipëri. Ai ishte viti që unë ktheva me mendimin që të gjithë eksperiencën që unë arrita ta mësoja në Turqi, pse jo mos ta ekspozoja në vendin tim. Dhe Shqipëria e ka me të vërtet shumë të nevojshme një person që merret me artin dhe ka arritur të sjellë një brand dhe një mrekulli që ne kemi arritur dy me duart tona. Dhe kur i bët prodhimet e para të këtyre çantave? Pasi kishit çelur sipërmarrje? Patjetër. Prodhimet e para nisën që në atë kohë. Fakt them drejtë 2017 dhe pikërisht doja të dilja tek pjesa që e kam krenarit të them që nuk e kam të trashëguar, por e kam të mësuar. Edhe biznesmenët në industrinë e prodhimit, patjetër që në fillimet e tyre kanë qenë njerëz të zakonshëm. Dhe cili është, sot e kësaj ditë, cili është numri i llojeve të produkteve tuaj, brendeve tuaj që prodhoni aktualisht? Në fakt janë disa produkte dhe çanta të ndryshme në modelet që ne bëjmë. Kryesisht jemi të fokusuar më shumë tek prodhimet e meshkujve, duke filluar nga çantat e ndryshme. Pra janë këto që janë të afishuar në këtë showroomin tuaj. Po janë disa në showroom, nga që është e pamundur që ne të mundemi që të krijojmë stokun, pasi kërkesat janë shumë të larta dhe jam falendërues çdo klienti për vlerësimin që na bën. Por mbi të gjitha për të pasur sukses në firmën tuaj duhet edhe emri, apo jo? Si lindi ky brand, Mile? Mile brand lindi nga bashkimi i dy emrave, që unë kam dy vajza, ka bekuar Zoti, dhe janë Majda edhe Elois. Ato janë të dy emra që përfaqësojnë identitetin edhe dashurinë e madhe që mua më bën çdo ditë punoj me krenari dhe pse jo, brendi jonë mos njihet edhe me gjë. Pra sot e kësaj dite çantat që prodhoni ju këtu në mënyrë artizanale me lëkurë origjinale mbajnë emrin Mile, brendi Mile, apo jo? Çfarë krenarie ndjeni ju kur shikoni një qytetar, shqiptarëse tuaj që ka çantën tuaj që shkruhet brendi Mile? Si ndiheni në këtë moment? Ajo është shumë e vërtetë. Në fakt, një ndër kënaqësitë më të mëdha që ne marrim janë ato mesazhet falendëruese gjatë çdo dite. Pra jemi më të vërtetë shumë krenar për suksesin dhe arritjen që ne kemi bërë në Shqipëri.
Patjetër që synimi jon, kemi një synim shumë më të lartë se kaq, synojmë që brendi jon mos të jetë vetëm një brand pra në industrinë në Shqipëri, por të njihet edhe më gjërë, edhe në rajon. Me një brand të suksesshëm, me cilësi maksimale dhe një produkt elegant që ne sjellim, patjetër mundemi të konkurrojmë edhe në rajon. Indrit, në vazhdim të intervistës së bashku, na flisni pak edhe për stafin që punon për ju. Staf. Atëherë stafi është i mirëfillt, gjithsecili bën punën më së miri. Në fakt do doja janë të specializuar në proceset e punës ku janë, apo jo? Fakt do doja t'i falenderoja shumë për mundin, sakrificën, durimin që ata bëjnë çdo ditë dhe patjetër një ndër këto është edhe menaxheri im Sabi, i cili e falenderoj për mbështetjen edhe çdo hap që ai bën dhe përgjegjësitë që ai ka. Po. Por mbi të gjitha ju e keni çelur këtë biznes si një biznes familjar. Keni punuar fillimisht me bashkëshorten tuaj. Pyetja ime direkte është, si ndani përgjegjësitë ju dhe bashkëshortja juaj në këtë sipërmarrje? E vërtet. Mile Brand është themeluar dhe krijuar patjetër nga ne të dy. Dhe çdo ëndër e kemi së bashku dhe jemi profesionist në çdo lloj, domethënë procesi që ne bëjmë çfarë. Ju merrni pjesë në çdo proces. I kemi të ndara të dy punët. Pra nëse njëri mungon, është tjetri që e plotson. Po, nga skicimi deri tek shitja. Deri tek paketimi dhe pastaj në duart klientit patjetër. Po, konkretisht ju i marrni postin e administratorit? Patjetër, jam administratori, gjithashtu edhe themeluesi i Mile Brand. Pra unë jam ai që bëj skicimin, bëj kampionet. Kjo është një arritje shumë e madhe për mua, shumica e kampioneve pra që ne bëjmë, kemi arritur që nuk është me patjetër e nevojshme që ne ta marrim produktin dhe ta skicojmë. Ne unë mund ta shikoj me sy dhe t'i nxjerr për masat dhe detajet. Po, shumë interesante. Po në këtë kuadër teknik që ju po na flisni, cilat janë proceset që kalon prodhimi një çante të tillë? Sa orë punë duhet? E vërtet. Nga skicimi deri tek paketimi. E vërtet, e vërtet. Pikërisht kjo është një nga suksesi që ne kemi arritur. Është kultura e madhe dhe eksperienca që unë mora në Turqi. Ata në një punisht të zakonshme prej 10 vetash e kishin të mundur të krijonin mbi 5000 çanta në ditë. Dhe kjo është një super. Toni modele apo prodhim 5000 çanta? Prodhim 5000 çanta në ditë deri në 10000 me një staf minimalist. Dhe kjo është pikërisht Chelsea, domethënë ajo që unë kam arritur dhe e kam ushtruar ta sjell në Shqipëri. Në fakt them drejtën do doja dilja, faleminderit që ma bëre pyetjen, janë të shumt klientët që më thonë si ka mundësi me këtë lloj cilësie që ju sillni produktin është shumë i lirë. Në fakt do doja ta lidhja me një fragment vogël, një frazë vogël, McDonald's arriti ta bënte recetën e tij me një burgeri brenda 30 sekondave. E tillë është edhe industria e prodhimit. Pra nëse ti arrin ta bësh produktin me një afat shumë të shkurtër, patjetër që edhe marzhi i fitimit ndaj nesh do jetë shumë i vogël dhe prodhimi do dalë me një kosto shumë të ulët. Pra një njeri i zakonshëm mundet që ta marrë një produkt tonë. Dhe pikërisht më konkretisht, sa zgjat një proces pune për të realizuar një çantë të tillë? Mesatarisht, patjetër. Në varësi edhe të modelit, edhe të gjërave të tjera. Në fakt një diçka shtesë që ne kemi janë iniciale që domethënë klientët e kanë mundësinë që ta personalizojnë, ta bëjnë sipas dëshirës. I realizoni edhe këto. Kjo është një nga ato gjëra ekstra risi që ne kemi. Indrit, të vazhdojmë në pyetjen e radhës, sa të kënaqur janë klientët tuaja përfshirë të gjithë vitet e ekzistencës së sipërmarrjes tuaj Mile Brand? Një nga arritjet dhe suksesit ton patjetër që 80% e klientëve janë rikthyes. Për të vetëm faktin që ne nuk mendohemi që të bëjmë thjesht një çantë të bukur dhe t'ja japim klientit. Më kryesorja dhe më rëndësishmja është se si ne e përcjellim emocionin deri tek dora e klientit patjetër. Po, si realizoni procesin e shitjes? Ju a keni një risi në këtë element kaq determinant në biznese? Patjetër, duke filluar që nga hapat e parë të prerjes, së zgjedhjes së lëkurës dhe deri në përfundimin e produktit,
e jemi detajist në shumicën e klientëve tanë, jemi munduar që t'ja dërgojmë posaçërisht po vetme deri tek duart e klientit. Pra jemi në besueshmërinë më të madhe ndaj klientit. Dhe është një lehtësim i madh për klientelin, apo t'ja çosh në shtëpinë ose në biznesin ku punon. Është më besueshme, krijon besueshmëri. Patjetër. Po. Po lënda e parë ndër cila është me cilën ju prodhoni këto çanta, brandin Mael. Ti faleminderit që ma bëre pyetjen, kjo është një ndër pyetjet që është më të bukurat, dhe doja ta shtjelloja. Në industrinë e prodhimit, gjëja më kryesore në një brand është lënda e parë. Ne jemi distributor në 5 fabrikat më të mira në Europë dhe Ballkan, të cilat ata prodhojnë lëkurat për ne. Dhe kjo është një nga arritjet tona që ne lëkurat nuk i kemi thjesht rastësore, pra ata janë gjithmonë në vazhdimsi. Kjo është një nga arritjet që ne kemi bërë. Po, edhe ku ndodhen këto fabrika, ku i merren, në cilat shtete, në cilat qytete? Siç e thash, në Europë dhe Ballkan janë kryesore dhe janë më të mirët për atë punë. Detajet patjetër që ja kemi dhënë ne disa projekte dhe gjëra, por e më rëndësishme është që ata prodhojnë vetëm për ne dhe i kemi vetëm ne në brendin tonë. Në Shqipëri nuk gjendet. Edhe kemi ardhur në 2 pyetjet e fundit të emisionit Gjurmët Indrit. Shoh përpara jush një punim të realizuar në dru, në mënyrë artizanale, por pas tij është edhe një çmim zyrtar mirënjohje, ju keni marrë titullin mjeshtër. Po. Në fakt ishte rastësore që nga ftesa që na u bë në bashki dhe në ato kohë në vitin 2022 do merrnin pjesë 60 artizanë. Patjetër që ne e mirëpritëm ftesën dhe konkuruam aty. Dhe më e bukur dhe një nga arritjet dhe çelësi i suksesit që ne na u dha ishte që ne morëm titullin mjeshtër nga Ministria e Kulturës në bazë materialin e lëkurës dhe çdo produkti tjetër që lidh. Po. Dhe kjo të jep të ngarkon me përgjegjësi akoma më të mëdha, apo jo? Për të vazhduar akoma me dinjitet, siç jeni ju, aktivitetin tuaj. Kjo është kënaqësia dhe një nga kontributet e para që na u dha mbështetja në Shqipëri dhe patjetër kemi vazhduar dhe jemi çdo ditë më tepër mundohemi të japim 100% tonë nga vetja. Për të arritur synimet tona kryesore që ne kemi. Po, Indrit, edhe në fund të emisionit Gjurmët është bërë të ditë për mua që personazhin kryesor dhe në rastin konkret juve, t'ju pyes dhe për një mesazh që keni për të transmetuar tek teleshikuesit e emisionit Gjurmët. Cili është mesazhi juaj aktual për të gjithë teleshikuesit e emisionit Gjurmët? I bëj thirrje të gjithë të rinjve që mos i lënë ëndrat në gjysmë, patjetër që të nisësh të marrësh iniciativën për të bërë dikushi do shumë mund, durim, patjetër edhe kohë, dhe ne jemi një nga ata që e kemi marrë hapin me hapat e vegjël. Dhe sot gëzojmë suksesin dhe arritjet që ne kemi ndër vite që ja kemi kushtuar kësaj pune. Patjetër që çdo gjë është arritshme nëse ti punon fort edhe e dashuron punën. Pra, nëse ti i përkushtohesh një pasioni, patjetër që ajo në të ardhmen mund të kthehet në profesion. Po. Indrit Uka, falenderoj sinqerisht që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët, njëkohësisht ndihem krenar dhe i privilegjuar që zhvillova këtë intervistë ekskluzive me ju për emisionin Gjurmët dhe për të gjitha ato virtyte të larta që ju përfaqësoni si njeri, por edhe si profesionist, por edhe si artist. Faleminderit shumë. Ne të falenderojmë shumë për vizitën tuaj. Kënaqësia ishte e gjitha jona që të përcjellim sadopak disa copëza nga jeta, nga kujtimet dhe arritjet që ne kemi bërë deri sot. Faleminderit shumë. Faleminderit.
stafi marrin. Siç e dini, si çdo ditë, sot objektivi jonë është që të gjithë klientëve t'i dërgojmë porositë ku ata janë. Pra, si gjithmonë, sa do vazhdosh me prerjen e këtyre produkteve, që i kemi disa mangësi, Erketa ti do vazhdosh me mastiqen, Demira ti ke punë para përgatitje për prodhimin, ti gjithashtu ke punën e skicimit, dhe si do duhet në papire që të realizojmë shtopi primut, dhe ja kemi vënuar disi, por besojmë dhe ti e di që arma jonë kryesore është korektësia. Në papire dhe duhet të marrë të gjithë të gjithë. Atëherë s'kam që të të gjithë, vetëm një orë punë të mbarë të gjithë.